E hedh votim kush është për aprovimin e kërkesës së ushtuesit të detyrës së kryeprokurorit Besim Kelmani të lirohet nga detyra. Ta lexoj kërkesën e tij për lirim nga pozita e ushtuesit të detyrës së kryeprokurorit shtetit. Ai në letrën e tij ka shkruar kështu: Të nderuar anëtarë të Këshillit Prokural, siç jeni ndjeni me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës AA numër 124/2025 të datës 16 dhjetor 2025 është anuluar vendimi i Këshillit Prokural të Kosovës KPK numër 1056/25 i datës 20/11/2025, ndërsa me aktvendimin e Gjykatës së Apelit A numër 1210/25 i datës 19/12/2025 është konfirmuar se çështja ngritur sipas padisë të Gjykatës Themelore të Prishtinës është çështje e gjykuar sipas aktgjykimit të mësipër në Gjykatën Supreme. Bazuar në vendimet të sipërcekura gjyqësore dhe situatën e krijuar në Këshillin Prokural pas nxjerrjes së vendimit të anuluar nga Gjykata Supreme, përmes këtij emaili zyrtar u hap përcjell kërkesën time për të më liruar nga pozita e ushtuesit të detyrës së kryeprokurorit shtetit, të cilën detyrë e kam ushtruar nga data 22 prill 2022. Përmes kësaj kërkese u rikujtoj edhe një herë juve dhe gjitha qytetarëve se unë nuk kam aplikuar fare për pozitën e kryeprokurorit shtetit dhe se në asnjë rast nuk kam shpreh interesim për të marrë as pozitën e ushtuesit të detyrës së kryeprokurorit shtetit. Përkundazi, është kërkesa anëtarëve të Këshillit që unë ta pranoj këtë detyrë deri në zgjedhjen e kryeprokurorit shtetit dhe si rezultat i këtyre kërkesa me datë 22 prill 2022 në mënyrë unanime nga gjithë anëtarët e pranishëm të Këshillit jam caktuar si ushtues detyre i kryeprokurorit shtetit. Andaj, pas analizimit të gjitha rrethana dhe situatës së krijuar në Këshillin Prokural dhe në veçanti pas nxjerrjes të shpalljes së aktgjykimit të Gjykatës Supreme AA numër 124/2025 të datës 16/12/2025, konsideroj se është arritur vendosja e lishmërisë dhe respektimi i standardeve ligjore të parashtuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës të ligjet fuqi. Kjo arritje nuk është vetëm imja për gjithë individëve, shoqërisë civile dhe partnerët ndërkombëtar të cilët kanë kërkuar respektimin e lishmërisë. Kërkesa ime për të liruar nga pozita e ushtuesit të detyrës së kryeprokurorit shtetit është një reflektim i vullnetit tim për të mbështetur reformën e sistemit prokural dhe për të kontribuar në përmirësimin e gjendjes së krijuar në Këshill. Andaj, shpresoj dhe besoj se gjithë ju anëtarët e Këshillit do gjeni forcën dhe vullnetin jo vetëm për të më aprovuar kërkesën time, por edhe për të krijuar kushte normale për funksionimin e sistemit prokural. Dhe krejt në fund, unë si prokuror në zyrën e kryeprokurorit shtetit do të punoj me përkushtimin tim më të madh për të mirën e sistemit prokural, i pavarur, i paanshëm dhe me profesionalizëm, ashtu siç më ka vlerësuar Këshilli Prokural kur më ka propozuar për të marrë çmimin më të rëndësishëm karrierës time, çmimin me emrin e heroit kombëtar Sali Çekaj, se në ditën kur ky këshill më ka caktuar si ushtues detyre i kryeprokurorit shtetit. Kush tjetër? Jo, atëherë e hedh votim kush është për aprovimin e kërkesës së ushtuesit të detyrës së kryeprokurorit Besim Kelmani të lirohet nga detyra. Kundër, abstenim, nuk ka. Atëherë konstatojmë se me 6 vota për aprovohet kërkesa për lirim nga detyra ushtuesit të detyrës së kryeprokurorit shtetit.